Mendoj që sonte duar trokite duat jenë vetëm për një njeri, kryetarin e tashëm dhe tarshëm të Prishtinës përpara Ramën. Dhe më lejoni nga zemra t'ju shpreh falenderimet e mia të antarësisë të LDK-s që na keni bërë krenar gjithëve. Pas 12 viteve përpjekje, punë e angazhim, me plot mburrje themi sërish se Lidhja Demokratike e Kosovës është partia e parë në Prishtinë kryeqytet. Dhe më shumë se sa votë për LDK-n, është mirënjohje për mënyrën se si bëhet politika e si duhet bëhet politika në Kosovë. Kjo është diferenca mes LDK-s dhe kundërshtarëve tonë, dhe ne e di me plot bindje se kur Prishtina, kryeqyteti, qyteti më i madh, qendra kulturore, ekonomike, e punës, e familjeve ndershme, vendi nga ku ka nisur të gjitha lëvizjet të mëdha kombëtare, pra kur Prishtina rreshtohet me Lidhjen Demokratike të Kosovës, është vetëm çështje kohe para se gjithë Kosova të vazhdojë në këtë rrugtim. Prishtina flet e para. Prishtina ka fol e para me 12 tetor, LDK e para, përparim Rama i pari dhe sonde në këtë salë këtu. Dhe sonte në këtë shkollë këtu që mban një emër të madh, në këtë shallë të mbushur plot me veprimtar e veprimtare, me qytetarë tonë, më lejoni që hapur para jush t'ju njoftoj se në garën e së dielës LDK dhe përparim Rama po prin fort, fitore të dielën me 9 nëntor, fitore dhe asgjë më pak se kaq. Dhe kjo fitore s'është për një parti politike të dhënë, kjo fitore është për punët e mëdha që ka nisur në Prishtinë. Është kontrasti mes LDK-s e përparimit, punëve të mëdha në shkolla me mësim tërditor, në mënyrë që fëmijët tanë t'jenë të barabartë me fëmijët gjithandej nëpër Evropë, është për projekte të mëdha kapitale, si rruga A, që s'mund dalen me asnjë proces bllokues gjyqësor nga asnjë parti politike, por ato do të bëhen e po bëhen e do të përfundojnë. Janë punë pcionaza brendshme Prishtinës, e cilat na shndërrohet së shpejti në arterje të madhe të kryeqytetit. Pra është punë për kontrastin e së bardhës, së kaltërës, së Prishtinës, së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe në anën tjetër është një politikë populiste, e mbrapsht sa s'bëhet më, që në mendje ka vetëm bllokimin, pengesën e ndalesën e progresit shoqëror. Prishtina flet qartë, Prishtina një politikë të tillë e rënon në dy gjunjë. Dhe të dielën me 9 nëntor, ju nuk votoni vetëm për përparimin, ju nuk votoni vetëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës, ju jepni vull të qartë se nga duhet shkoj Republika Kosovës, shteti që kemi ndruar gjithherë. Rëndom, në takime si këto nuk e kemi zakon të flasim për kundërshtarët tonë, por dje pash një pankart në një tubim të kundërshtarëve tonë që i kishim prerë një bilet, një drejtimshe përparimit për në Londër. Përparimi shkon e vjen Londër, të dielën përparimi vazhdon edhe 4 vite tjetë kryetari Prishtinës. Ne në Prishtinë e kemi një këngë shumë të mirë, i thojnë në tren për Prizren. Të dielën nisë treni për Prizren, do të trokitet e juaja leftojnë kryetarin e tashëm dhe tarshëm të Prishtinës përparim Rama.
Faleminderit Dr. Lumir Abdigjiku, faleminderit për këtë energji të mrekullueshme Prishtina. Faleminderit Dega 4. Është si gjithmonë kënaqësi me qenë së bashku këtu, kënaqësi me besu në vizion, në mision të cilin tash e 4 vite po tregojmë që dim, që dojmë, që mundemi dhe po e qojmë Prishtinën përtej. E dini ku kemi fillu para 4 vitesh, me një qytet, po them të fjetun, për arsye se askush nuk ka mendu për te. Pra një Prishtinë e cila meriton aq shumë, po që ka marrë aq pak prej qeverisjes 8 vjeçare të mbrapsht në këtë kryeqytet. Dhe para 4 vitesh ne ishim të qartë me vizionin ton, çka donim, çka donte Prishtina, e analizuam mirë dhe përgatitëm propozimin ton, vizionin ton për transformimet e mëdha që tash e 4 vite po ndodhin. Duke fillu me projekte të infrastrukturës prej unazës të brendshme, e cila tash po përfundon, unaza jashtme, e cila projektin e kemi kry para 4 vitesh, po ja që është blokuar, me 10 shkolla që tash po ndërtohen në gjitha pjesët e kryeqytetit, edhe po e shtyjnë arsimin përpara, edhe me mësimin tërditor si kur më parë. Pra kemi fillu me 5 shkolla, kemi vazhdu me 12 dhe në 4 vitet e ardhshme do t'i kemi të gjitha shkollat me mësim tërditor. Kemi vazhdu me projekte të mëdha transformuese të guximshme, si transportin e ri të Prishtinës. Kemi bë kontrata me sektorin privat, 28 kontrata me ta, për me kriju biletën tërditore, pra një bilet e unifikume për qytetarët tanë, e cila i ndihmon qytetarëve të kryeqytetit, jo vetëm në çdo cep të zonave urbane, por edhe në secilin fshat në komunën e Prishtinës. Pra këto janë projekte të mëdha, projekte të guximshme, projekte të cilat e kanë kriju një vlerë të re, një vlerë shtesë për të gjithë shoqërinë tonë. Dhe na me projekte po vazhdojmë. Projekti i sheshit, sheshi George Bush, që tash kemi fillu dhe jo vetëm se do ta përfundojmë sheshin George Bush, po sheshin do ta kemi deri te rrethi i flamurit kombëtar. E kemi katedralen me shesh, do ta bëjmë tash edhe xhaminë e madhe të kryeqytetit me shesh. Po i lidhim 10 lagjet më të mëdha në kryeqytet me një hapësinë, me një bulevard të mrekullueshëm, ku kemi mundësi për me festu çdo fest, prej pavarësisë së Kosovës, e çlirimit të Prishtinës, e ditës kombëtare, ditët të flamurit tonë, e shumë festa të tjera në të ardhmen. Pra do të kemi hapësira të mrekullueshme të cilat i meritojnë qytetarët e kryeqytetit. Po e shihni që arti e kultura në kryeqytet po lullëzon si rezultat i projekteve tona madhore, ku edhe shohim si të nevojshme që të kemi po ashtu edhe ngritje të turizmit, që 4 vite, çdo vit me radhë kemi ngritje të turistave në kryeqytet, pra rritje 35%, 35%, 35% dhe vazhdojmë me ritme edhe më të mëdha. Çka tregon kjo? Kjo tregon se kryeqyteti e ka marrë një karakter unik në botë, ku të gjithë qytetarët, jo vetëm nga Kosova, po edhe nga jashtë, nga diaspora, tash vinë edhe kalojnë kohë të mrekullueshme në kryeqytetin tonë. Jo vetëm një ditë, po e shtojmë në 2 ditë, në 3 ditë e më shumë. Pse? Vetëm një turist për një ditë i harxhon për afërsisht 150 euro në ditë. I kemi pas 7 milion vizitor në Kosovë, shumica prej tyre në Prishtinë vitin që kaloi. Pra kjo e shihni me një matematikë të thjeshtë, çka do të thonë që ne ti kemi këto sheshe, këto hapësira publike, këto evente, këto koncerte të mëdha që ndodhin për me josh turista që vinë në Prishtinë, që krijojnë punësime, pra që krijojnë të ardhmen për kryeqytetin tonë. E kjo i ndihmon po ashtu edhe zhvillimit të biznesit, zhvillimit të bizneseve. Kemi ndërtesa të shumta tash, që dikush po e sheh si problematike, sepse ndoshta kemi ndërtuar shumë.
Është e vërtet që është problematike, mirë po ne e kemi pa këtë edhe si një proces transformues që mundet me u transformu prej një negativiteti në pozitivitet. Kemi kompani tash të mëdha të cilat po vinë prej vendeve tjera edhe po vendosen në krye qytet. Pra staf i cili këto ditë kam vizitu kompani të shumta që punësojnë me ka 200, 300 punëtor, 500 punëtor, që shërbejnë botën prej Prishtinës. Pra Prishtina gjithmonë e më shumë e ka marrë një karakter ku edhe njerëz tanë, pra kemi njerëz kreativ, kemi një shoqni me rini që folë shumë gjuhë, edhe për këtë arsye kemi ofertë të mrekullueshme që punësimet të bëhen këtu prej ndërtesave tona të reja të mira, të cilat edhe kanë tash edhe evente të ndryshme në kryeqytet. Pra, gjërat janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Këta njerëz të ri krijojnë familje, krijojnë fëmijë, e ne shkollat po i ndërtojmë pikërisht për ata. Pra mësimi tërditor sot, jo vetëm që i mëson për kurrikulën standarde, po e kemi edhe kurrikulën shtesë, e cila po e ngrit vetbesimin të fëmijët tanë, duke i mësu edhe për software të ndryshëm, për kodim, për inteligjencë artificiale, e kur flasim për inteligjencë artificiale që tash e kemi në secilën pjesë të shoqërisë tonë, jemi 6 të parët në botë që i mësojmë edhe fëmijët tanë, edhe arsimtarët e mësuesit tanë. Pra, Prishtina ka shku përtej si rezultat i reformave transformuese që tash e 4 vite po ndodhin në kryeqytet. Po, nuk po ndalemi këtu, edhe zhvillimi rural, turizmi në për zonat të ndryshme të kryeqytetit, pra është i rëndësishëm, që asgjë mos lëmë mrapa. Edhe këtë kemi tregu edhe me planin zhvillimor komunal, me masterplane specifike për zhvillime rurale. Pra sot mundemi me folë këtu për qinda projekte të cilat i kemi kry tash e 4 vite dhe do të flasim tash për 4 vitet e ardhshme. Kemi tash, jemi një koqerë edhe të lojrave mesdhetare në Prishtinë, Prishtina 2030. Është një moment historik për kryeqytetin.